Cilat për shembull përdoruesi i mjetit i cili është përfshirë në aksident nuk është i kënaqur me shumën që i afron kompania siguruese. Pra, shuma që don dëm i material që i shkaktohet një qytetari, kur nuk është fajtor, duhet patjetër që kompanitë siguruese të jenë më transparente dhe të shërbejnë klientit. Ka kompanitë siguruese që janë model të cilët i përgjigjen klientëve, por ka dhe kompanitë siguruese të cilat kanë problematikën e tyre për sa i përket dëm shpërblimit që mund të marrë qytetarët. Para, më duhet të fitojnë, është shumë e thjeshtë. Po, kjo do të jetë transparente me qëllim që shuma e dëmit të afruar nga kompania siguruese t'i afrohet elementeve të dëmtuar të automjetit. Qofse një qytetar për shumë ka një mjet me parametra teknik të lartë ose ka mjet të prodhimit të fundit, patjetër që shuma e dëm shpërblimit është më e madhe se sa një mjet me një vjetërsi më të madhe.